Fole pak për dhunën, një shuplak. Për mua, jo thjesht një shuplak, po edhe fjalë nuk duhet të pranohen si normë. Edhe duhet ketë patjetër reagim nga gratë, nëse dhuna është ndaj grave, se ka dhe dhunë ndaj burrave, nuk është dhunë thjesht ndaj grave. Dhuna, do më thënë, familja nuk duhet jetë një vend ku njerëzit të mësojnë të ushtrojnë dhunën. Familja duhet jetë një vend ku njerëzit të mësojnë të dashurojnë dhe të duan njëri tjetrin dhe të rrisin fëmijë në një ambient të paqët, në një ambient të shëndetshëm. E di, martesa është konceptuar si një romancë që nuk mbaron kurrë. Në fakt nuk është ashtu. Kur dy njerëz duhen dhe martohen, ndjenja ose dashuria nuk është thjesht emocion, është edhe vendim. Ti, do më thënë, zgjedh ta duash personin edhe në momentet e ti më të vështira, edhe kur nuk e pëlqen, sepse mund ta duash dikë edhe kur nuk e pëlqen. Mund ta duash dikë edhe kur nuk e pëlqen? Po, në momentet e saktuara ka faza, në momentet e saktuara në martesë, që ti vazhdon ta duash partnerin ose partneren tënde, po nuk e pëlqen. Njihet në psikologjik jo, nuk është një gjë që... Nuk pëlqen, do të thotë, nuk pëlqen sjelljen, po nuk pëlqen sjelljen, po ka momente të saktuara nuk pëlqen ndoshta edhe mendimet, nuk pëlqen ndoshta edhe pjesë të saktuara të karakterit, nuk i pëlqen. Kjo është normale, se ndryshe do të ishte i ndërtuar siç ne duajmë. Jo, dhe ka momente që, do më thënë që unë të dua, po ndoshta në këtë kohë nuk të pëlqej. Unë të dua, po ti mos fol. Jo thjesht mos fol, po